Zoti Islami, si është e mundur që Edi Rama nuk i ka dhënë atë mbështetjen e duhur që duhet kishin studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë kërkuar të drejtat e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e jurisprudencës? Në mënyrë të përsëritur, në disa nga intervistat tuaja, ju kam thënë që Edi Rama është armik i betuar i kombit shqiptar. Edi Rama është shërbëtor i qarqeve më reakcionare sot në botë. Edi Rama është përfaqësues i armikëve të betuar të kombit shqiptar, të cilët janë grek, serb dhe hebrej, çifut. Pra nuk pres gjë nga Edi Rama, po më habit fakti që as Albin Kurti nuk është ndjerë, dhe kjo është për ta ardhur keq. E di që më dëgjojnë dhe në Kosovë më dëgjojnë nëpërmjet kanalit tuaj, dhe po va them, është turp që të mos ndihet Albin Kurti për çështjen e gjuhës shqipe, se këtu nuk bëhet fjalë do japin apo do japin provimet ata. Këtu bëhet fjalë që të varrosin kombin shqiptar duke i mohuar gjuhën. Gjuha është karta e kjo shkon për te. Pikërisht. Absolutisht është për te një provimi apo disa provimeve, jo. Është strategji e studiuar mirë e antikombëtarëve shqiptar që të varrosin gjuhën. Pra, ju shërbejnë në mënyrë perfekte interesave serbo-greko-slave ortodokse. Ky është objektivi i tyre. Nuk është një provim që e dhanë apo se dhanë kësaj arabe. Pra, po i kthejmë këtij kuislingut, këtij kanceri që është futur dhe ka kapur politikën në Shqipëri, bashkë me kancerin komunist të transfiguar nga 46 hektarë, 45 hektarë. Është kanceri që ka kapur popullin e kombit shqiptar dhe e ka dhënë përfyti. Është kancer në fyt ky, e ka shumë të vështirë shqiptari të plasë. Prandaj unë ju bëj thirrje forcave shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni, se këtu kanë vdekur, s'ka njeri. Të ngrihen dhe të mbrojnë ashtu si që ngritën në 2001-shin. Se në 2001-shin ishte pikërisht partia shqiptare dhe qeveria shqiptare që i tradhtoi komandant Telin me shokë. Dhe jetën komandant Teli, Lefter Myrto, që e ka si më kujtojnë mbi emrin tani, që dha jetën për çlirimin e Kosovës. Pra, të Maqedonisë. Pra, jemi në kushtet e një tradhtie të mirë organizuar nga qarqet më antishqiptare në Ballkan dhe në botë. Kujt i shërben në këtë rast Edi Rama me heshtjen e tij, ku duhet theksuar se ka qenë vetëm element krejt parëndësishëm, siç është po themi Pandelimajko, i cili ka dalë në mbështetje të protestës duke inkurajuar atë. Edi Rama i shërben, e thash që në fillim e them prapë, i shërben interesave antishqiptare, të cilat burojnë, nxiten nga Athina, nga Beogradi dhe nga Shkupi. Maqedonas, që Shkupi shqiptar. Në këtë rast, a ka vetë një strategji të cilën po e vënë në zbatim vetë Edi Rama përmes politikave të tij, duke shpopulluar vendin, duke detyruar qytetarët shqiptar të largohen nga vendi, dhe nga ana tjetër vetë shqiptarët në rajonin e Ballkanit duken krejt të papërfaqësuar dhe duken se janë lënë masdore nga politika, qoftë në ajo në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, por veçanërisht edhe politika zyrtare e Tiranës. Tu nuk është të themi, nuk do përdorim fjalën duket. Tu duhet të përdorim fjalën është ngritur me kohë një strategji antishqiptare dhe se ky s'ka tru në kokë që të bëjtë të tilla politika e Edi Rama, ky është thjesht një lakej, një zagar që lek për interesat atyre, të antishqiptarëve. Ka që ky nuk ka tru që të ndërtoj politika të tilla dhe strategji të tilla. Thjesht i zbaton, si zbaton si mirë. Plus që ky në zyrë mban një hebre i cili është shumë i egër kundër shqiptarëve dhe kryesisht kundër muslimanëve. Po shkoj tek një ngjarje e djeshme. Dje Izraeli bllokoi dhe sekuestroi një bark që çonte ushqime për. Ky është Edi Rama, ky është miku i shqiptarëve, këta janë miqtë e tij, izraelit.
Këta janë, këtë bën dje, pardje. Në këtë rast, vetë Edi Rama, pse s'ka reaguar për një rast të tillë? Edi Rama është bashkë me ta. Edi Rama ka vendosur bile që të çojë dhe djemë shqiptarë në Gaza, në ndihmë të Izraelit. Që mos u kthefshin ata që po vajtën në Gaza, ata shqiptarë që do vënë, që mund të vënë në Gaza, në ndihmë të Netanyahu-t, mos u është pjesë e bordit paqes ajo. Do më thënë e marrëveshjes me bordin e paqes. Jo, zotri, ai bordi nuk është i paqes, është i luftës, edhe mos gënjeni veten. Edhe mos i gënjeni shqiptarët. Asaj Donald Trump i Epsteinit, asaj të mos i gënjeni shqiptarët, se nuk na gënjen dot më. I ka dalë boja dhe atija. Është bordi i luftës, është bordi i genocidit kundër popullsisë arabe palestineze në Gazë. Dhe nuk ka asnjë lidhje me paqen. Zoti Islami, kryeministri Edi Rama në një konferencë sa i përket çështjeve të sigurisë në Estoni i ka quajtur shqiptarët si Taliban perëndimor. Ju si e lexoni këtë deklaratë e Edi Ramës? Është një etiketim krejt i rastësishëm apo tallë hapur me shqiptarët? Jo, pa qëllim i quan Taliban, jo pa qëllim, është strategji hebreo-izraelite e vjetra jo dhere. Dhe quan Taliban me qëllim që të justifikoj marrëveshjet dhe tregtit dhe piskllëqet, krimet që bën me urdhër të izraelitëve kundër shqiptarëve. Prandaj quan shqiptar, se Edi Rama ka atë njëjtën, për ne muslimanët, Edi Rama ka atë njëjtën urrëtin që kanë hebrej, ka atë njëjtën urrëtin që ka Kisha Ortodokse slavo-greke, ka atë njëjtën urrëtin që ka Beogradi. Edi Rama aq i egër është ka shinesh. Prandaj Edi Rama duhet të zhdukur një orë parë nga politika dhe prandaj u bë thirrje deputetëve të parlamentit shqiptar të ngrihen dhe ta shkarkojnë këtë qelbësi që ka uzurpuar parlamentin dhe politikën shqiptare. Nuk na përfaqëson Edi Rama neve zotëri. Edi Rama po na ngul tek pas shpine. Hapini syt ju deputet të parlamentit shqiptar. Hapini syt, ka në shqiptara dhe kjo apo s'ka. Ka në një me gjak shqiptara, po jeni të tërdobisër ju, qarini ju. Po jeni shqiptar, dini dhe qërojni këtë, se nuk është shqiptara i. A ishte hebre. Zoti Islami, nga ana tjetër opozita çfarë është duke bërë, duke qenë se ngrihet në protesta, proteston her pas here, duke quajtur ato protesta kombëtare kundrejt Edi Ramës, por maksimumi 2-3 orë protestojnë dhe pastaj kthehen dhe shkojnë gjithë në shtëpi. Në këtë rast, çfarë po bën Berisha kundrejt Edi Ramës për ta rrëzuar atë? Është bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës. Sali Berisha është bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës. Sali Berisha është po aq tradhtar për çështën kombëtare sa ç'është Edi Rama. Sali Berisha i shërben lobit izraelit grek-slav. I ka shërbyer dhe po i shërben dhe këto protesta, ata shkruajtura protesta, turp të kenë të gjithë ata që shkojnë në bulevard. Turp, unë i kam shoqëruar në çdo, kam marrë dhe që nga Athina për të bërë protestat që ka organizuar Sali Berisha. Pa e ditur që ishte juda në të djathtën shqiptare, pa e ditur që ishte tradhtar, pa e ditur që ishte spiun, pa e ditur që ishte domethënë një poliagent në kuptimin e mirë fill të fjalës, duke filluar që nga Franca, Enver Hoxha, gjithë spionazhet greke, dreqet e birika, atyre u shërben. Dhe ato protesta, që quhen protesta, që janë protesta, po janë thjesht për të thënë popullit dhe atyre që votojnë PD, që shikoni more se ne jemi opozit. Qa opozit është tajmo, nuk u vjetur. Qa opozit, kë përfaqëson ajo opozit, se di se kë përfaqëson. Se qytetarë shqiptarë nuk i japin vot. Sali Berisha ka një jetë të që i humbet zgjedhje dhe e prapërin në kryet Partisë Demokratike. Ka që pas qip janë ata të PD-s, ka që pander janë, ka që pas seder janë, ka që pas seder janë, që kanë Sali Berishën? Kjo të rëgonë që aty nuk është parti politike, është një bandë kriminale organizuar dhe e mirë strukturuar, e mirë e mbështetur në mënyrë perfekte nga ligji, nga marrëveshja dhe ndryshimet kushtetuese që bën në 21 prill të 2008-s me partinë me Edi Ramën. Është partia e punës në pushtet zotëri. Është Sali Berisha i shërben 100% dhe pik për pik direktivës dhe urdhërit që la
ai kriminali tjetër, kriminali masakrës së Tivarit të Ramizalia, ai u tha që do metët pushtetit të komunistëve të Shqipëri dhe Sali Berisha asaj që dhe mbajtjes të pushtetit komunistëve të Shqipëri. Ata që janë demokrat dhe që janë të djatë në Partinë Demokratike, urgjentisht largohuni që ande ju të djatët e mirëfill, jo spionë dhe patronazhistë që ka futur banda e Sali Berishës atje me ata deputetët që kanë në listën e mbyllur. Zoti Islami, sa dorë dhe sa rol ka vetë Berisha në strategjinë antikombëtare për goditjen e faktorit shqiptar, qoftë në Shqipëri, po në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, që nga shkatërrimi i fabrikave dhe uzinave pas viteve 90 e deri më sot? Është autor dhe ideator dhe autor i gjitha krimeve që janë bërë në Shqipëri. Sali Berisha, zotëri, ka shkatëruar të gjithë ekonominë shqiptare, i ka shërbyer partisë Mëm, e cila e ndrori në dritë në 90-ën, dhe Sali Berisha nuk është që tjetër veç një quisling, një lloj si Edi Rama, që u shërben interesave të atyre. Unë kam një tefmet e jashtëzakonisht të madhe dhe një kundërshtim të jashtëzakonshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e shikojnë se çfarë është Sali Berisha, e dinë se çfarë po bën në politikën shqiptare, e dinë se çfarë të dhe krimesh ka bërë dhe prapë nuk ndihen që ta qërojnë nga Partia Demokratike. Sali Berisha duhet marrë si që morë Daniel Noriega o zotëri. Ose si që morën këtë të Venezuelës, ta marrën për leckas e ta qërojnë andej, sepse është kanceri i politikës shqiptare. Pa e kanë shpallur non grata, nuk mjafton kaq? Përse ju prispuna, ja e shikojnë non gratën. Dhe Amerikanë me ne, më falë shprejnë. Më fali të dashur qytetarë shqiptarë. Talen Amerikanë që do në beatë non grata, jo me dhe non grata.